dashur qytetar, anëtar e aktivist televizjes vetëvendosje. Sonë jemi bashkë në klinën e trimërisë, të penës e të pushkës, në klinën e lirisë, të harmonisë fetare dhe të rëndve që dhanë gjithçka për atë. Me ne është Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. Kandidati për kryetar komune, zotri Rami Susta. Bashkë me ne janë edhe kandidatë për Asamblejë Komunale të Klinës. Të dashur qytetar, kandidati ynë për kryetar komune, zotri Rami Susta, është një njeri që njeh Klinën deri në themel. Një njeri që rrugtimin e tij e ka nisur si profesor, duke edukuar gjenerata të tëra të rinjësh. Ai ka shërbyer si drejtor shkolle, si asamblesë komunal, nën kryetar komune, si drejtori i arsimit, drejtori i financave. Me mbi 20 vite përvojë në arsim, administratë e menaxhim, Ramisi ka dëshmuar se din të udhëheqë me përgjegjësi, të planifikojë me vizion dhe të punojë në përgjithësi në punë pranë qytetarëve.
Ai shembulli I njeriut që nuk flet vetëm për zhvillim, por e vë atë në punë me zemër e përkushtim. Gjatë kësaj fushate kemi trokitur në dyert tuaja, kemi dëgjuar shqetësimet dhe shpresat tuaja. Çdo fjalë juaja na ka dhënë forcë dhe besim se Klina meriton më shumë. E Klinën më ndryshe e më mirë mund ta bëj veç zotëri Ramiz Rustaj. Prandimi im është I qartë dhe I ndershëm. Një komunë që ju shërben qytetarëve, ju interesave të ngushta, arsim cilësor për fëmijët tonë, shëndetësi që shëron, jo që lodhesh gënjen. Institucione që punojnë me ndershmëri për kushtim për çdo banor të Klinës pa dallim. Ne garojmë për të sjellë drejtësi, zhvillim e barazi, sepse besojmë se vetëm me punë të ndershme dhe për kushtim të sinqert, Klinës mund t'ju japim një të ardhme të mirë. Ju falenderoj nga zemra për besimin dhe mbështetjen që na keni dhënë. Fitoria është e jona, fitoria është e Klinës, bashkë me Ramiz Rustaj 105, edhe bashkë për Klinën më të mirë. Ju falenderoj, kam nderin dhe kënaqësinë ta ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë të Klinës, motra e vëllezër, zonja e zotërit, nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi që jam sot këtu bashkë me juve në këtë të bim, kur na ndajnë vetëm një javë nga zgjedhjet lokale dhe nga votimi masiv për fitoren madhështore të lëvizjes vetëvendosje të numrit 105 dhe të kandidatit tonë për kryetar Ramiz Rustaj. Mirë se ju gjej këtu në Klinën e Lumejve që bashkohen në Drinën e Bardhë, në Klinën e ujvarave të Mirushës e të Dresnikut antik, në Klinën e Muj Krasniqit të historisë të Lavdis, në Klinën e njerëzve punëtor e krenar, në Klinën që meriton më shumë e shumë më mirë dhe në Klinën që pas 12 tetorit do ta ketë qeverisjen që I takon dhe e meriton atë të vetëvendosjes me profesor Ramiz Rustaj. Bashkë me Ramizin e kemi ndalur fabrikën e qimentos oligarkëve. Bashkë e kemi mbrojtur shëndetin dhe natyrën tonë. Bashkë e kemi bërë vetëvendosjen fituese në Klinë dhe në gjithë Kosovën. Dhe bashkë është koha që Ramiz Rustaj ta bëjmë kryetar të Klinës që ta kthejmë komunën ka zhvillimi, dinjiteti e progresi. Klina ka potencial të madh për ekonomi, për turizëm, për arsim e për punësim. Qytetarët e Klinës kanë nevojë për punë qëndrueshme, për bizneset të vogla që rriten dhe të shumta familjare, për përkrahje për bujqit që janë shtylla e ekonomisë, kanë nevojë për rrugë të mira, për ujë të pijshëm e për furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Nxënësit meritojnë kushte moderne, rinia meriton shpresë për të ardhmen këtu. Qytetarët meritojnë shëndetësi afër dhe me cilësi, dhe këto nuk do të mungojnë me qeverisjen tonë, sepse do të ketë bashkëpunim të ngushtë mes komunës këtu dhe qeverisë në Prishtinë. Mua më nevojitet një qeverisje lokale e një kryetar komune që bashkëpunon, që e kupton rëndësinë e urës së komunikimit dhe të bashkëveprimit midis komunës dhe qeverisë. Jam I bindur që profesor Ramiz Rustaj është I tillë
dhe si një bashkëpunëtori ardhshëm i imi në funksionin e tij të ardhshëm, kërkesat e juaja bëhen obligime për mua dhe atyre do t'ju filloj që t'ju përgjigjem menjëherë, porsa profesor Amizi ta merr detyrën e re të kryetarit të Komunës Klinës. Sa për krahasim, Komuna e Shtimës i ka rreth 24.000 banorë. Komuna e Klinës i ka mbi 30.000 banorë. Në Komunën e Shtimës është kryetar Qemal Aliu. Doktori i vetëvendosjes Qemal Aliu është kryetar i Komunës së Shtimës në Shqipëri. Ai ka gjetë veç një qerrë për fëmijë në Shtime. Sot që po flasim, Shtime e ka 6 qerrë për fëmijë, 5 e ka shtu doktor Qemali për 4 vjet. E Klina është më e madhe me banorë se Shtima. Është më e madhe për 25% me popullsi. Mirë po, këtu ka qenë një qerrë para këtij mandati të kryetarit aktual dhe jemi ne ata që e kemi vënë kur themelin edhe një qerrë të re, si Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, dhe kjo qerrë e re do të përrurohet e do të fillojë të funksionojë në vitin 2026. Po kryetari aktual, një qerrë e kalon, e ka gjetë një qerrë e pelen. Pra 0 qerrë për 4 vjet. Qemal Aliu, në komunë më të vogël se e Klinës, 5 qerrë për 4 vjet. Kur ka vullnet, kur ka kryetar të mirë, të partisë të hajrit, padyshim që punë të bëhen. Andaj, premtimet tona nuk janë thjesht vetëm premtime për fushat. Janë po ashtu zotime që realizohen. E unë do të thosha që realizohen edhe përtej asaj si çfarë themi ne. Një rast konkret. E di që edhe në Klinë ka shumë pjektorë. Para gati 5 viteve kur kam qenë fushat për zgjedhjet parlamentare, pjektorët po më tregu që çmimi i qushtit është 18 cent në vend Grumbullim. Edhe shumë të mërzitur, dikush edhe me letë në sy, më thëshin që na e pëndimët se e kisha gjujt. Me që nuk kam hesop, me e që në automjet për me dërgu në vend Grumbullim kushitit. 18 cent. Qëfar bëm ne, kur e shtru programin, thëmë do të arrisim për 50%. Prej 18 cent do të bëjmë 27 cent. A dhe njësa është ashtë? 55%. është 2 fishi premtimit tonë, 3 fishi i gjendjes para 5%. Prandaj po ju paralajmëroj, kur t'i dëgjoni premtimet konkrete të kryetarit të ardhshëm Ramiz Rustës, ta keni parasysh që ma poshtë nuk bie, ma larg nuk shkoj. Pra mund të mos dalë ashtu që shpërtët, se do të dalë edhe më mirë që zvarë. Nuk ka përparim me kryetarët vjetër e që e mbajnë komunën të mbyllur dhe këtë e bëjnë për partitë e tyre që i ka përfshi inati gjelësia e lakmia. Na duhet një udhëheqje e Klinë, një kryetar që punon për qytetarët, jo vetëm për vete për partinë, një kryetar që di, që guxon, që nuk dorëzohet, dhe ky është Ramiz Rustës. Unë e njoh kryetarin aktual, profesorin doktorin Gjermën Lezaj, ai është më i mirë si profesor sa si kryetar, po pas 12 tetorit duhet t'ia japim shansën një profesorit mirë që bëhet kryetar shumë i mirë. E ky profesor i mirë që do t'jetë kryetar shumë i mirë ka qenë drejtor shkolle, edhe si shta edhe Barca e listës të Mulaj e nje Klinën si shtëpinë e vetë prej themeli deri në kut. Prandaj ati që si mungon njohuria, sepse e ka nga jeta dhe përvoja, dhe ati i cili e ka vullnetin, e gatishmërinë e interesin për përparim, duhet t'ia jepni shansën me 12 tetor. E shansa e ka numrin 105, por kjo shansë për
Për të qenë qëndrueshme, duhet gjithashtu të shoqërohet me votën tuaj për njërin prej kandidatëve të listës sot për kuvendin komunal, që do të krijojnë shumicën solide e cila vizionin me projekte dhe qëndrime të kryetarit të ardhshëm Ramiz Rustaj e shndron në vendime të komunës Klinës. Pra, votojeni edhe njërin prej këtyre asamblezëve të ardhshëm, nuk e ke Nikolaj, me qenë se me 9 shkurt, kur kena majzët parlamentari këni vëmaksu 10 veta prej 110, që është më kollaj, se sa vesh një person të caktuar, se cilë është maj mirë se tjetëri, gjithë janë shumë mirë, po duhet përcaktoheni për dikë, kush ja u ka ngrosë zemrën pak ma shumë, ja u ka mëshmenë pak ma shumë, qatë e rëmbullaksojni, e ja bashka gjithëmi, votës për nëmër 150. Qytetar dashur, Klina është qendër e rëndësishme edukacione. Këtë javë le të punojmë të gjithë bashkë, secili prej nesh me gjithë forcën tonë që me 12 tetor të festojmë fitoren e madhe. Sepse sa herë që kemi qenë bashkë, kemi fituar dhe bashkë do të fitojmë edhe këtë herë për Klinën, për Dugaxhinën, për Kosovën, vetëvendosje kryetari Ramiz Rustaj. Faleminderit shumë. Tash e ftoj kryetarin e ardhshëm, profesorin e nderuar Ramiz Rustaj, që po bashkangjitet mua këtu në skenë dhe ta mbajmë fjalën e Kryeministër, mirë se erdhe në Klinën e komandant Ujë Krasniqit, Kryeministër i tashëm dhe i ardhshëm i Republikës Kosovës. Të dashur qytetarë të komunës Klinës, po filloj të përshëndes disa persona këtu që kanë nderojnë në pjesëmarrjen e tyre. Kryeministër ki fola prej Axhës Lil, është pak me grip, edhe ka dërgu bijen e vetë sërvetë të Krasniqin. Shuse Recep, falenderit shumë. Ju tjertë një pataj, bacin dhe Recep shkëmqore pa përshëndet, bacin vesel e kem si iku këtu në Klina, dhe pasta ju tjerë që të një këtu bashkë i laserimin, uroj që Regja bashkë për shokë tjerë të në bashkëngjitët sa më shpejt, dhe tjerë mesin tonë. Deputetin e Parlamentit Kosovës, zotin Kani Krasniqi, njeri brendi të shkollit, dhe asamblesë të ndërruar që ne karojmë zbashku me ta, besoj që do ja dalim bashkë dhe do pore fitore se nuk besoj që Klina do kthehet mbrapa. Një musafir speciale kam nga Zvicra këtu, be kemi përkthen mirë se ka ardhur në Klinë. Të dashur qytetarë, në programin që ne kemi hartuar për 4 vite, këtë program e kam hartuar me ekonomist që edhe kryen mesin tonë, profesorin Hill, e përshëndes, inxhinier të bujqësisë, agronom, jurist, mjek dhe gjithë të tjerët, të cilët më kanë ndihmuar që ne para jush të paraqesim një program me të cilin ne do të qeverisim në 4 vitet e ardhshme. Programi është bukur, voluminöz, kryeministër, po unë nuk do të ndalem më shumë, por do t'i prek në pikat kryesore, aty ku me të vërtet ne duhet punuar dhe duhet që në të ardhmen të zhvillojmë komunën tonë, komunën e Klinës.
të hapëm një kapitull 3 për komunën tonë, kapitull zhvillimit qëndrueshëm, barazia dhe shërbimi efikas ndaj qytetarëve. Programi i ynë nuk është thjesht një listë masash, por vizion i qartë për të ardhmen e Klinës, ku secili qytetar ka mundësi barabartë për të kontribuar dhe për të përfituar nga zhvillimi ekonomik, social dhe kulturor i komunës sonë. Prioriteti ynë është që çdo vajzë e djalë, çdo burrë e grua, pavarësisht nga vendbanimi, gjenia apo gjendja sociale, të ndjejë mbështetjen e institucioneve komunale. Ne besojmë në një administratë të depolitizuar dhe efikase, që i përgjigjet nevojave tuaja dhe ofron shërbime të qasshme, transparente dhe të shpejta. Programi ynë përfshin të gjitha fushat kyçe të jetës së komunitetit, zhvillimin ekonomik për të gjithë, infrastrukturë moderne dhe rrugë të sigurta, arsim cilësor dhe shëndësi për të gjithë qytetarët, zhvillim të rinisë dhe kulturës, mbrojtjes dhe mjedisit. Ne joftojmë që së bashku të bëjmë të mundur këtë vizion, së bashku me vendosmëri dhe angazhim do ndërtojmë një komunë që nuk ndarë qytetarët, por i bashkon rreth mundësive dhe zhvillimit, ku nuk është vetëm programi i kandidatit, pra nuk është program vetëm i imi, por është program i gjithë qytetarëve të komunës së Klinës. Kemi hartu programin duke filluar nga zhvillimi ekonomik për të gjithë qytetarët, qeveri komunale efikase dhe e përgjithshme, qeveri komunale duke integruar qytetarët, ku administrata do të funksionojë si një institucion i hapur dhe i afërt me qytetarët, duke promovuar pjesëmarrjen qytetare në vendimarrje dhe duke krijuar besim të qëndrueshëm në institucionet lokale. Do të ketë lehtësim shërbime administrative për bizneset, do modernizojmë dhe digitalizojmë shërbimet administrative për të eliminuar procedurat birokratike, të cilat deri më tani kanë qenë të panevojshme. Kjo qasje do krijojë një ambient më të favorshëm për zhvillimin e biznesit, si atyre në pronësi të grave, ashtu dhe të burra, duke garantuar efikasitet, transparencë dhe kohë më të shpejtë reagimi nga administrata komunale. Investimet strategjike dhe përkraja për biznesin lokal. Do të kemi parkingje nëntokësore dhe menaxhim i promenadave publike. E kemi bërë një projekt ku do të ndërtojmë një parking nëntokësor dhe do të ofrohen hapësira publike private për investime. Pronat e rëndësishme që janë aktualisht në menaxhimin e AKP-s, si pjesë që është të ambulanca atje, e vjetër dhe pronat e parë për qytetit do të kthehen në pronësi të komunës për menaxhim më efikas dhe zhvillim strategjik. Do të jetë mbështetje për bizneset e reja. Bizneset të cilat regjistrohen për herë të parë do përfitojnë lirime nga disa taksa komunale gjatë vitit të parë të aktivitetit të tyre, duke krijuar kushte për zhvillim dhe konsolidim të biznesit lokal. Kemi paraqur që do të bëjmë themelimin edhe një ndërmarrje ku do të kuzhinë qendrore, që siguron ushqimet për shkollat dhe qertet, si dhe ofron shërbime për palët e treta, përfshirë qytetarët, zyrtarët publik dhe kompanitë private, duke krijuar mundësi për eficiencë dhe transparencë në furnizim. Këtu kemi paraqur që në të ardhmen të ketë disa pilot projekte për disa shkolla, ku mësimi do të bëhet tërditor, por ne nuk mund të bëjmë nëse nuk kemi edhe një kuzhinë funksionale që do t'i furnizojë me ushqim. Mbështetje për sportin dhe aktivitet kulturore. Edhe për sportistët kemi paraqur që të ofrojnë kushte më të mira duke inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitete fizike dhe zhvillimin e talenteve lokale. Buxhetimi me pjesëmarrje qytetare. Një program buxhetor me pjesëmarrjen e gjithë atyre ku secila lagje do vendosin se çfarë i duhet nga infrastruktura për çdo vit buxhetor pas një
pas një procesi konsultimi dhe takim me komunitetin. Do të thonë, çka do që ne do marrim, ne zakonisht do të bisedojmë spari me qytetarit dhe do të fillojmë biznesin atë punë. Zgjerimi i rrjetit nëntoksor, do të kryet instalimi i rrjetit nëntoksor në lagjet Arbëria dhe Dukaxhini dhe në pjesë të tjera të qytetit, ku është e nevojshme për përmirësuar infrastruktura dhe siguria e energjisë dhe telekomunikacionit. Për mos më marrë shumë kohë, kemi edhe programin për turizmin potencial për zhvillimin ekonomik. Kemi menduar të formojmë një fond për pritjen e mërgatës, dihet para mirë që mërgata është ndër burimet kryesore të financimit të qytetarëve të Republikës sonë. Do të ketë aktivitete me dhe vizita në komunë duke përfshirë program kulturor, turistik dhe investime në infrastrukturë pritëse. Kjo iniciativë do forcojë lidhjet me diasporën dhe do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik dhe social të komunitetit. Gjithashtu në kulturë kemi paraqur që në mandatin tonë 4 vjeçor e dim fare mirë që këtu jemi në shtëpinë e kulturës, por të dalësh në anën tjetër të kësaj shtëpie të kulturës të gjasëson në objekt të banimi dhe biznesi, por ne në mandatin 4 vjeçor do të ndërtojmë një shtëpi modele të kulturës në të gjitha kapacitetet të ndërtimi i muzeut të kujtesës. Muzeu i kujtesës do jetë një institucion i rëndësishëm për ruajtjen e historisë dhe identitetin tonë kolektiv. Do të shërbej jo vetëm si hapësirë muzeore, por edhe si qendër reflektimi për brezat e rinë, duke lidhur kujtesën historike me edukimin qytetar. Vajzat do të jenë potenciali dhe energjia e së ardhshme. Edhe këtu kemi paraparë ndërtim i qendrës inovative për të rinin, mbështetje për nismat rinore dhe sipërmarrjen, promovimi kulturës së sportit të artë dhe aktivizimi qytetar, përfshirja të rinjve në vendimmarrje, programet e shkëmbimit dhe partneritetet ndërkombëtare. Gjithashtu sportin kemi paraparë të mbështesim financiarisht, duke e rinovuar edhe stadiumin e 18 qershorit me infrastrukturë përzielse dhe renovimi disa fushave sportive, siç kemi parapo së pari në 4 fshatrat kryesore dhe më të mëdha të komunës tonë, si Osfer, Kavimiri, Zlatoshani dhe Grabanica, dhe më së mdej në të gjitha shkollat fillore do të ketë fushë sportive me parje artificiale. Arsimi publik me cilësi, kryeministri e tha fare mirë që kryetari aktual e ka gjetë një qerdhe dhe prapë po shkojnë me një qerdhe. Ne kemi paraparë që në mandatin tonë së pari të ndërtohen 4 qendre. Do të përmirësojmë infrastrukturën shkollore, do të renovuar klasat, sallat e edukacionit fizike dhe laboratoret shkencore në gjitha shkollat, duke krijuar një mjedis modern dhe të sigurt për nxënësit dhe mësimdhënësit. Bursat për nxënësit dhe familjet në nevojë do të jenë prioritet ynë, gjithashtu të gjitha familjet e dëshmorëve, familjet e invalidëve të luftës dhe familjet e veteranëve do të kenë përparësi edhe në punësim, edhe në projektet për nxitjen e tyre për të shkolluar. Transportin nxënësve kemi paraparë që nga fshatrat e largëta të komunës tonë të ketë transport falas apo i subvencionuar për nxënësit për të siguruar akses të barabartë në arsim. Digitalizimi i shkollave është projekt dhe prioritet i ynë. Mbështetja e mësimdhënësve gjithashtu do të ketë trajnime të ndryshme mësimdhënësit të cilët tregojnë me aftësi në edukim do të shpërblihen. Do të ketë një arsim publik me cilësi më të lartë se deri me tani. Gjithashtu edhe shëndetësinë e kemi një projekt të cilin bashkë me doktor e kemi hartu për të mirën të gjithë qytetarëve tonë, si ujësia, si përvërcim lokal, edhe kjo do të jetë prioritet ynë. Kemë paraqe të bëjmë subvencionimin e bujshme për litër qumshti 0,05 cent.
edhe një projekt që na ka kujtuar sepse pjesa e Gremnikut me një pjesë atje dhe Budisarci, një kulturë bujësore ku do ta subvencionojmë me 10 cent për kilogram të lakës. Infrastrukturë publike dhe mjedis, ku hapësira sigurta dhe funksionale, ku do të ketë drejtim publik në qytet dhe fshatra, ku pushteti aktual e ka bënë një anashkalim dhe nuk ka përfshirë të gjitha fshatrat, tani nuk do të ketë ndarje, por do të përfshirë të gjitha, si Gjugjeviku i Madh, do përdori Ceroviku, Dushi, disa lagje të Sverkës, lagje Mjeka në Mokshec, Resnik, lagje e Kohoni, Gojan me Krushe e Vogël, Radullat, Pataçan të tjerë. Gjithashtu, një rëndësi veçantë i kemi kushtuar edhe urbanizmit, ku ndërtimi i ujërave të zeza, prapë se prapë edhe ku kemi pasur anashkalim të disa fshatrave, ku nuk janë përfshirë si Gjugjeviku i Madh, Dushi, Pogroqa, Jashanica, Resniku i Lloci, do përdoli si Qevo i Mirë, Zabërgja, Ceroviku dhe Krusheva Vogël, ku do të ketë përmirësim të implanteve të zeza dhe do të ketë prapë disa do të bëjmë mbylljen e deponive ilegale dhe kontrollin ndotjes së mjedisit. Do të bëjmë zgjerimin në rrugëve hyrëse në qytet, promovimi i transportit alternativ do të jetë prioritet në qeverisën tonë. Menaxhimi do të jetë një menaxhim transparent i pronave dhe do të jetë qasje transparente dhe e drejtë. Çdo vendim lidhur me pronën komunale do bëhet në mënyrë të hapur dhe transparente, duke garantuar qasje të barabartë për qytetarët dhe respektimin e ligjit. Kryeministër, bashkë me ju do ja dalim. Qytetarët e Klinës besoj që nuk do të kthehen mbrapa, nuk do votojnë qeverisit e kaluar se janë ngopur për 25 vite. Unë bëj apel që në mënyrë të organizuar me 12 tetor të dalim së bashku të votojmë numrin 105, të votoni kandidatët për asamblej komunale. Qytetarët e Klinës janë ndër qytetarët që din me votu, din kanë me votu, nuk duhet bërë presion dhe shantazhu. Besoj që me 12 orë së bashku ne do vazhdojmë rrugën e fitores bashkë me kryeministrin nderuar zotin Albin Kurti. Faleminderit. Duke i kërkuar falje që e zgjata pak, por kjo është një program 4 vjeçar, besoj që do shifemi prapë javën që kemi edhe një javë fushat dhe bashkarisht në dalin paseparë. Faleminderit edhe shëndet për të shkruar. شو شيء مش ندمي ناس دي اسي سانتايا سيابيا Quatro.